Tash, për shembull, zotri Albin Kurti, si kryeministri i Republikës së Kosovës, lutet të zot banë llog. Domethënë se sa më llog që bëhet, aq më shumë ai ka gjatësinë politike. Mos të harrojmë një fakt që ky është që 7 vjet në pushtet. Në një mënyrë ose tjetrën. Kur ka hyrë në pushtet i ka pas 44 vjet, së diko 51. Asnjë kryeminist në Republikën e Kosovës nuk ka pas gjatësi më të madhe politike në pushtet, se sa Albin Kurti, kryeminist individualisht. Tash u bë kjo koha kur ne mund të themi që 7 vjet e kanë shkatërruar vendin. 7 vjet nuk janë pak. 7 vjet është komplet në Deri në 2030 e ki Albin Kurtin kryeministër. Ç'është më apo? Jo, nuk për mua nuk është problema. Ç'është më apo? A bëhet aju, tek e fundit qytetarët vendosin atë. Tash e kemi rastin tek marrëveshjet, por pikërisht takimi i zotrit Kurti në Francë, në Macronin. Mendoj që në një evropian nuk kanë që të ofrojnë zgjidhje. Kjo është një fakt. Këta, domethënë, dojnë premtime, i kanë disa ide të cilat evropianët kanë prunë tavolinë, planin franko-gjerman. Me i realizu dhe me i konkretizu. Në një ulse, në një tavolinë që normalisht një du të taku me Macronin, me gjithë evropian, mirë po garancin për ekzistencën e shtetit Kosovës dhe për implementimin e marrëveshjes, ne gjithë mund të ta kërkojmë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse Kosova ekskluzivisht është pjesë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Imagjinoni edhe NATO kur ka ndërhyrë në Kosovë për mbi 60% ka qenë investim komplet amerikan. Evropianëve nuk është fort që i bën pse ne zhagitemi edhe vonohet edhe zgjatet kjo paralloj status quo që mund të themi e cila i konvenon vetëm Serbisë. Sa i përket rastit, a do të shkojmë zgjedhje apo nuk do të shkojmë? Unë mendoj që rastin se sa Albin Kurti do të jetë në pushtet. Unë mendoj që do të varet shumë edhe nga ardhmëria politike e Vjosa Osmanit. Ç'është ardhmërinë politike e Vjosa Osmanit akoma nuk e kam pa që ka bën një lëvizje e cila do të tregon peshën ta shëtutje të saj politike. Ta shëtutje, pas vendimit të gjykatës. Shumë herët. Po, në rregull. Tash kompletimin në situatë të re. Përçamje me zotrit Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit ka, në kuptimin të paktën në opinionin publik, në për gjërat pas që ka bëtur nuk e di, ardhmëria politike e Vjosa Osmanit do të varet si do ta rindërtoj profilin e saj dhe çka do të kërkojë ajo. Unë mendoj që nuk është pa peshë politike e Vjosa Osmanit. Armand, sipas teje, a ka me çka me rindërtu përsëri profilin e saj politik? Po, ajo ka me çka me ndërtu, mirë po ajo nuk do të me tentu gjithmonë me kërku një viktimizim. Për shembull, Vjosa Osmani bëri disa huqe si president e Republikës së Kosovës, të cilat realisht mund mi kushtu. Kur në një prej televizioneve mediave të Shqipërisë tha që unë kam qenë ajo që zotrit Kurti ja kom plotsu dëshirën që me 28 dhjetor unë bëjt zgjedhje, kjo është skandaloze. Mirë, mos kemi pas reagim të madh prej shoqërisë civile për këtë pjesë. S'ka rëndësi këtu shoqëria civile, ka rëndësi. Kur asnjë reagim prej opozitës. Pozita e presidentit në bazë të Republikës në bazë të kushtetues së Republikës së Kosovës presidenti është një figurë unifikuese. Por domethënë ajo tregoj që unë kam një hatër mbetje. A dhe me tregu që unë kam një hatër mbetje me Albin Kurtin. Që kjo nuk është interes tek e fundit qytetarëve interes është me funksionu shtetit. Do më thonë drejt për drejt, zonja Osmani në intervistën në Shqipëri, do më thonë në një televizion për Shqipërinë, nuk është që kanë gjallë shumë reagim as të opozita. Jo, kanë gjallë reagim. Edhe ka shkuar vëshur. Tash unë po flas për opozitën. Opozita, çka mendojnë opozita? Opozita që 7 vite nuk e kanë luajtur rolin e vet opozitar. Pse aty ne ju ka dhënë mundësia me fol diku në për media. Ajo nuk është ndonjë farë opozitarizmi i cili është ka qenë konkret. Unë nuk e di. Nëse është obligim për secilin vetëm ta politikan me qenë prezant para popullit po absolutisht. Po nuk është ndonjë farë opozitarizmi që më thon bravo ju kuft mirë foli filoni edhe përfundoi. Domethënë tek e fundit ata për me fol janë. Mirë po. Opozita ne nuk e dim, opozita janë të imagjino për shembull në sen kur këta shpresojnë llogaretet e këta shpresojnë në cilën pozitë, në cilën vend e nxojnë mas zgjedhjeve, edhe shpresojnë me këtë do futen koalicion. Imagjino të çfarë opozite ki. Opozita duhet me tentu me fitu komplet pushtetin. Përndryshe, ajo nuk duhet me qenë vegele pushtetit aktual.
Dhe më këta qatë lojë ma shumë e kanë kriju që të percepcion të qytetari, që e përmenda me heret, pro percepcioni qytetari ka shumë rëndësi, nuk ka rëndësi sa me ndën ti. Që ka me ndën ti mbrana psikologjisë tonë, se na nuk mujna me bo psikoanaliza aty. Pro, ka rëndësi veprimi, në politikë është i rëndësishëm veprimi, para asoj që e thu ti. Ti nëse e thu një fjallë dhe nuk vepran, politikisht, fjalla ju të shuhet. Okej. Sepse ki kompetencë e cila ty ka lejon veprimin politik që duhet me bo. Pra ne që 7 vite, vetëm këtë ta përfundoj, që 7 vite kemi pos eks arsye që opozita me ngre kauza lartë edhe me binë qytetarët e Republikës së Kosovës që jeta është vështirësu edhe ne duhet të ndërtojmë një kauzë për me shku në zgjedhje. Nëse zotri Albin Kurti e tërheq zvarr me naj ankesë tjetër, me naj qasë, me naj blokim, na akuma nuk kemi por asgjë akuma, sepse Albin Kurti do të tentoj të viktimizohet, me viktimizimin e tij do të tentoj të fajsoj këta, me që këta s'po me bo presidentin, edhe po mundu dyqysh me tërheq zgjedhjet ka Korriku, ka Gushti, në mënyrë që ai për një me që thot populli mi terë këta politikisht. Ose elektoralisht kjo ka shumë rëndësi. Pyetja është se a kalon hapësirë gjykata kushtetuese që prap dikush me dërgu pyetjen në gjykatë kushtetuese dhe me fitu kohë hapësirë se ki rasin aty në nënshkrimeve që janë bërë. Me fitu kohë sa ma shumë. Nëse ata kanë morë pjesë njëherë në votim, ose kanë morë pjesë njëherë në seanca, kanë drejtë përsëri. Edhe kjo është një pyetje shtesë që ne kam dëgju. A ka hapësirë që prap me prit një përgjigje? S'ka hapësirë. Gjykata e ka bërë qartë nëse brenda. Kam ekspertja asoj fushë. Jo, gjykata e ka bërë qartë, gjitha dilemat janë shumë nëse brenda 34 dite, në qëfar do formati, me nënshkrime, pa nënshkrime, para dite, mas dite, mas darke, nëse nuk gjendët një konsenzus, vendin në mënyrë automatike shkën.